ai cili dërgon salavate 10 herë në sabah, 10 herë në akşam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kush i ban 10 salavat në sabah dhe në akşam, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, e kam obligim atë njeri me e bo shefat, me ndërmjetësu për atë njeri. Edhe salavatet, këto ka lloj-lloj salavate që janë përmend hadithe. Salavatet për pejgamberin e më të shkurtër hadith selam është me thon Allahumma salli ala Muhammad. Mundet me thon Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Vetën sabah edhe vetën akşam. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, bakhil, koprac, cicjafsh është ai njeri i cili ku përmendet emri jem nuk thot salli ala Muhammad. Shikon, koprat, për këtë çka është mirë, ku të përmendet në përderse, në për ligjerata, emri pejgamberit alayhi salatu wasallam, thuj Allahumma salli ala Muhammad, sepse nëse ti e shpeshton gjuhën tënde me bo salavat, Allahu xhelleshanu ka me t'i dhënë të mirat edhe dunjos edhe në ahiret, edhe ka me bo shefat te pejgamberi alayhi salatu wasallam.